Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kura natyrale me vaj ulliri dhe rozmarin që po habite dhe mjekët me efektin që ka. Rozmarina ofron një mori të përfitimeve shëndetësore për shërimin dhe trajtimin e një sër problemesh. Ajo mund të luajë rolin e një erëze aromatike. Ja disa nga përfitimet më të mira shëndetësore që do të merrni nga përdorimi i rozmarinës dhe vajit të saj. Sipas ekspertëve të Elsaj, do të rendisim disa nga vlerat më të mira të kësaj erëze të veçantë në dobi të shëndetit tuaj. Ajo mund të ofrojë një përmirësim të mirë edhe në rritjen e kujtesës. Edhe aroma e rozmarinës mund të përmirësojë ruajtjen e kujtesës dhe qartësinë mendore, duke e bërë atë një mjet të shkëlqyer për studentët ose për çdo që kërkon të rrisë aftësinë njohëse dhe të mbrojë qelizat e trurit nga dëmtimi. Ajo ka efekte të mira antioksiduese dhe antiinflamatore. Rozmarina është e mbushur me antioksidantë të fuqishëm dhe përbërës antiinflamator. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira në trup duke reduktuar stresin oksidativ që lidhet me sëmundjet kronike si sëmundjet e zemrës dhe plakja. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit duke mbrojtur nga disa kushte shëndetësore. Shëndeti i tretës dhe do të keni përfitime në lehtësimin e shëndetit gastrointestinal. Rozmarina bën që mund të shtojë prodhimin e lëngut biljari, i cili mbështet procesin e përgjithshëm të tretjes duke reduktuar simptomat si fryrjet, gazra dhe dispepsia. Ajo mbështet shëndetin e zorëve dhe parandalon shqetësimin e tretjes. Mbështet sistemin imunitar. Përdorimi i vajit të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës gjatë sezonit të ftohjes ose gripit mund të sigurojë mbrojtje shtesë kundër këtyre sëmundjeve të zakonshme. Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes. Thithja e vajit esencial të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës mund të ndihmojë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes, zvogëlimin e kongestionit dhe lehtësimin e frymëmarrjes. Kjo është veçanërisht e dobishme në trajtimin e kollës, ftohjes, infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes. Shëndeti i flokëve dhe i kokës do të përmirësohet. Vaji i rozmarinës është i njohur për stimulimin e gjendrave të flokut, duke nxitur rritjen e flokëve dhe duke parandaluar rënjen e tyre. Masazhimi i rregullt i vajit të rozmarinës në skalpin e kokës gjithashtu mund të ndihmojë në mbajtjen e skalpit të shëndetshëm dhe pa probleme të zbokthit. Përmirëson shëndetin kardiovaskular. Rozmarina ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, i cili është jetik për shëndetin kardiovaskular. Madje disa studime tregojnë se rozmarina mund të ndihmojë në uljen e nivelit të kolesterolit të keq ndërsa rrit kolesterolin e mirë, duke kontribuar për një zemër më të shëndetshme. Shëndeti mendor dhe lehtësimi i stresit. Aroma e rozmarinës është treguar se zvogëlon nivelin e kortizolit, hormoni që lidhet me stresin dhe përmirëson humorin. Kështu pirja e çajit të rozmarinës mund të nxjisë relaksimin, të zvogëlojë ankthin, të përmirësojë mirëqenien e përgjithshme mendore si dhe të nxjisë një gjumë më të mirë. Shëndeti i lëkurës do të përmirësohet dhe është i mirë kundër plakjes. Antioksidantët e rozmarina, veçanërisht acidi rozmarik, ndihmon në luftimin e shenjave të plakjes dhe përdorimi i vajit të rozmarinës mund të ndihmojë në ruajtjen e një çere rinore dhe mban lëkurën më të hidratuar. Ndihmon në menaxhimin e peshës. Rozmarina njihet për stimulimin e metabolizmit, duke ndihmuar trupin të djegë kaloritë në mënyrë efikase dhe aroma e saj vepron si një shtypës natyral për oreksin, duke ndihmuar në reduktimin e dëshirave për mbingrënie dhe gjithashtu do të sjellë përfitime të mira në dobi të shëndetit tuaj. Përdorimet mjekësore të rozmarinës datojnë që në kohët e lashta. Kjo bimë çmohet si mirëbërëse për të gjithë organizmin dhe mbështet mëlçinë tuaj gjithashtu. Në këtë video do t'ju njohim me rëndësinë efikase të trajtimeve të problemeve me rozmarinë. Rozmarina është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin. Ajo mund të përdoret si erëzë në gatime ose edhe në formën e çajit. Gjithashtu e përdorur edhe në kombinim me vajin e ullirit mund t'jap benefite të mira në dobi të shëndetit tuaj. Vlerat dhe përfitimet të rozmarinës janë të shumta duke filluar që nga pamja e jashtme deri tek organizmi. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në
Familjen e mentes rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret si një shije shtuar për gatimet. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose përmirësimit të memorjes. Në këtë spekër, si vlera dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e thamë që nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video, sipas brejtë saj, do të tregojmë disa vlera të kësaj bime që mund ta përdorin në një sër përfitimesh për organizmin. Ajo ka ndikime të mira gjithashtu në shëndetin e mushkërive. Acidi salicilik, i cili gjendet te rozmarina, do të bëjë gjithë punën e tij. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndërmjet të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkëri, do të thatë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe një rrezik të madh për jetën. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Ndërto është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë i vitaminave. Përmban vitaminën A, vitaminën C, duke përfshirë edhe minerale si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar, duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë një shpëtim për të nxjerrë nga organizmi pluhurin dhe ndotjen. Kështu nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini si çaj, të bëni masazh në krahëror me vajin esencial të rozmarinës ose ta konsumoni sa më shumë në ushqime. Ajo është një aleat e mirë edhe për shëndetin e syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-ta do bëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumi sa më i shpeshtë i kësaj bime të veçantë, duke qenë e pasur me antioksidant. Rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Është një bimë shumë e mirë edhe për tretjen efikase. Duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë do të ndikojë në tretjen e mirë të ushqimit. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarinës secilën nga ushqimet tuaja për të përfituar më shumë shije dhe shëndet njëkohësisht. Gjithashtu ajo ka vlera të mira edhe për kujtesën tuaj. Ndihma që kjo bimë jep në memorie dhe në përqendrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si receta natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien tuaj nga 30 deri në 75%, duke ndikuar drejt për së drejti në aftësinë e trurit për të rritur gjithashtu fazën e memorjes më të mirë dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet. Rozmarina cilësohet nga ekspertët si një aleat e mirë e shëndetit të trurit dhe do të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Rozmarina është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër depresionit. Rozmarina ndihmon në sëmundjet neurologjike siç janë depresioni, ankthi ose skleroza e shumfisht. Mjafton ta konsumoni rregullisht, ta përdorni çajin ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Ajo largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesa largohet lehtësisht me rozmarin pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Sigurohuni të konsumoni sa më shumë çaj rozmarine gjatë përditshmërisë së suaj. Në çdo rast, kujtojmë se duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse doni ta përdorni atë si një mënyrë për të evituar komplikacionet që keni në shëndet. Shtimi i rozmarinës në dietën tuaj është një aleat i mirë për mbrojtjen e tij dhe rritjen e performancës së shëndetit në përgjithësi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.